jam krenar, termin që më kanë vërë kolegët e mi, ish kolegët e mi të Partisë Demokratike, skapist, po, e ka për nder të jem skapist dhe unë sot kam marrë dëshkimin sepse jam skapist dhe që nuk nështrohem njëshit apo figurave të tjera të Partisë Demokratike. Dhe për këte lirin time kam më të shtrejtë se gjithçka dhe sa të jem gjallë politik, ju kushdo person, Edi Rama apo Zoti Berisha apo njerëz se Zoti Berisha apo njerëz Zoti Rama, keni vetëm një rrugë të më merrni jetën që unë mbyll gojen. Nuk e mbyll gojen. Dikush u prek nga këto fjalë të deputetit Sula, i famshëm, dikush edhe ndoshta nuk e fsheu dot një lloj buzëqeshje, sepse duket ndonjëherë sikur është një tragjedi apo një tragjikomedi e paralajmëruar. Dije që do vinte momenti që doktori do krijonte rrethin e vet super të ngushtë dhe super, po themi, të sprovuar të forcës tij politike, dhe pastaj për të tjerët, pavarësisht votave që do të marrin primare, ka zoti, ka lista të hapura. Pra, siç edhe kuptuat ne në këtë emision, në pjesën e parë, do merrem me dramën e folur dhe të pafolur të deputetëve të cilët fituan primaret, apo kandidatët për deputetë që fituan primaret, apo të cilët kanë dhënë kontribute në Partinë Demokratike, por që e kanë parë veten jashtë listave të, po themi, të mbylluara që janë pak a shumë listat e sigurta. Por gjëja që na intereson më shumë është fenomeni dhe dukuria që po ndodh, qoftë në Partinë Demokratike, qoftë në Partinë Socialiste, në lidhje me listat, në lidhje me trajtimin me dorën e ngrohtë të partisë ndaj atyre të cilët kanë shërbyer, shërbejnë dhe nuk i dihet do të shërbejnë apo jo në të ardhmen.